Errore gjithashtu Wendy krye larti Bashkohet të gjithu Bobi dhe grupi Kërnashen pa mas Së bashku punojnë Ne hare dhe gaz Ndërtuesi Ndërtuesi Ilqa të zogu Revis dhe shati Zojnë e punojnë Të gjithë së bashku Ndërtuesi Një kuti me raqe për shtëpinë. Ç'kemi, Bob? Ç'kemi, Trix? Ka ardhur tamam në kohë. Faleminderit që erdhe për t'i çuar këto mbeturinat në qendrën e riciklimit. Ska gjë, Skipi do të shkojë të hedhë disa gjëra që nuk i duhen JJ. Po, dhe do të shkojmë të dy bashk. Pafshim, Bob. Mirupafshim. Oh, shiko, një zvaranik i shpifur. Është vetëm një insekt i vogël, nuk i bën keq njeriu. Mirëmëngjes të gjithëve. Po ju sjell një lajm të mirë. Kryetarja e bashkisë ka vendosur që qytetit i duhet një kinema. Kjo është fantastike. Çfarë është kinemaja? Kryelart, është një vend ku njerëzit shkojnë për të parë filma. Mos duhen të paktën 1000 tulla për të ndërtuar një të Jo një si kjo, Hutaqe. Kjo është kinema verore. Ja ku është planimetria. Po pra, dhe si që shihni, është një hapësirë e madhe ku hyhet me makina për të parë një film në qiell të hapur. Po shiko që nga jashtë, po atëherë mund të shkojmë edhe ne, apo jo, Bob? Tamam. Dhe po, mundemi kërmues. Këlqyeshëm, s'kam qenë ndonjëherë në kinema. Edhe unë kuptohet që do të dërgoj një ekspert për të instaluar ekranin dhe projektorin, zotin Costello, nga instalimet e kinemave Costello. Ai do ta sjellë edhe filmin? Po. Kinemaja do të hapet me pushtimin e buburrecit gjigant. Flet për një insekt përbindesh që zvarritet në qytet dhe përpiqet ta zaptojë atë. Oh, pa shiko. Do të vinë edhe ca materiale speciale pak më vonë, Bob. Oh, vërtet? Për shembull, çfarë mund të jetë ajo? Prit dhe do t'i shohësh, Bob. A mund të shohim edhe ne? Po, ne mundemi. Po, ashtu them dhe unë. Ka sperm, jo që baptore. Hey, shot! S'kemi Trix, s'kemi Skip. Po tremzoj që të iki nga fusha, ikni, zhdukuni. Po, besoj se shatit i duhet pak ndihmë, si thua ti? Ky është sheshi për kineman. Do të kemi shumë punë për të bërë. Kjo do të jetë një nga kinemat më të mëdhaja. Tani, na duhet të ndërtojmë një kabinë për projektorin. Këtu. Dhe të vendosim ekranin atje tutje. Atëre, ti futemi punë skuadra. Për një moment mendova se ishte prej vërteti. Nuk je prej vërteti, apo jo? Përshëndetje, Bob ndërtuesi. Oh, JJ. Çfarë ke parë në obor? Mos lëviz, JJ, mos lëviz. Do të kthehem me njëherë. Si është puna, Bob? JJ ka nevojë për ndihmë. Ka një buburrec përbindesh në obor. Duhet të jetë patjetër ndonjë nga ato materialet për pushtimin e buburrecit? Oh, po, sigurisht. Sa i trash. Më mirë merre JJ-n dhe shpjegoja vet. Ja pra, do thash që do të mundja Skip? Oh, e kam lënë me kilometra prapa. S'gjë ke prej vërteti. Më erdhi një ide. Pareja me mua ti përbindesh i frikshëm. Ikni, nuk u ngopët së ngrëni akoma, sora? Kjo ka për të ndihmuar shatin për të larguar ato sorrat. Hey, shat! Shiko se çfarë solla! Shat! Ndalo! Shat! Mos ikni!
Ja pra, gjithçka gati për projektorin. Shkemi Bob, shkemi Wendy, unë jam zoti Costello. Nëse po ndërtoni një kinema, unë jam ai që po kërkoni. Ky është projektori, mund ta marrësh krye lart. Vetëm me kujdes, është shumë delikat kështu. Tani, projektori e pasqyron filmin nëpërmjet asaj dritares nëpër kinema për të arritur deri tek ekrani. Zgjidhja shumë e zgjuar. Po ku është ekrani? Mos u shqetësoni, do ta vendosim më vonë. Po, dhe do t'jetë një goxha punë. Patjetër që po. Kam akoma shumë punë për të bërë përpara hapjes së sotme, dhe të mos harroj të marr dhe atë buburecin gjigant. Tani, le të zgjedhim një vend të qetë buzlumit për të pikturuar. Shat! Prit! Mirë, është koha të vendosim ekranin. Ju lumt, skuadra. Tani, erdhi koha të shkoj të marr buburecin gjigant. Eja, krye lart. Ç'kemi, JJ? Kam ardhur të marr buburecin gjigant. Mezi po pres që ta shoh. Por, Bob, unë kujtoja se kishte kohë që e kishe marrë. Buburec gjigant! Shati, bëj mirë të zbuloj çfarë po ndodh. Ikim, krye lart. Po më ndjek! Shat! 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 Jo, buburec më lart qet. Nuk i dot. Mos, mos. Më shpëtau nga bubureci gjigant. Po ky nuk është prej vërtetë, Shat. Është manekin. Manekin? Më fal që të tremba, Shat! Mendova se kjo do të të ndihmonte që të trembje sorrat. Të tremb sorrat? Po në fakt më trembi mua. I shkreti, Shat. Trix, ti nuk duhet të kishe marrë buburecin pa marrë leje më parë. Më fal, Bob! Ajde, s'ka gjë, Trix, s'ka gjë. Ç'kemi, Bob ndërtuesi? Ç'kemi, Wendy? Gati shkinemaja? Për mrekulli! Mirë, Trix, hajde, më ndiq! Hey, më prit edhe mua! Kjo do të jetë shumë spavitëse. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndesim të gjithëve. Nëse do të keni mirësinë të zini vendet tuaja, do të keni kënaqësinë të ndiqni një prezantim të shkëlqyer audio-viziv të fjalës së fundit të teknologjisë. Bjeri shkurt. Jo, mos keni frikë, janë të gjitha efekte speciale. Të gjithë e dinë që s'është për vërteti. Edhe unë e dija sigur. Po, e dija që nuk ishte vërtet se ma tha Bobi. Lëviz pak gërmues. A ka marrë njëri kokoshka?